Mirëmbrëma të nderuar shikues, jeni me edicionin e fundit të lajmeve në Radio Televizionin Presheva. Ndjekim në vazhdim ditët e këtij edicioni. Qeveria japoneze dhuron donacion me vlerë prej 8.000 eurove maternitetit dhe ndihmës së shpejtë në Preshev. Kampioni olimpik Shaban Tërstena vizitoi Preshevën. Do të mundohemi të ndihmojmë qytetarët nevojtar, ka thënë kështu Abdullah Mehmeti, drejtori i Qendrës për Punë Sociale. Ka rritur sot pjesa e parë e donacionit nga qeveria japoneze për maternitetin dhe ndihmën e shpejtë në Preshev. Donacioni në fjalë përfshin aparaturat më të avancuara dhe një krevat lëvizës. Në shtëpinë e shëndetit Presheva në Preshev, ditën e sotme ka rritur pjesa e parë e donacionit nga qeveria japoneze. Donacioni në fjalë me vlerë prej 8.000 euro përfshin aparaturat më të avancuara që do t'i shërbejnë maternitetit dhe ndihmës së shpejtë, si dhe një krevat lëvizës për maternitetin. Sipas së ginekologës Gjejlane Ferrati, aparati ultrazërit i dhuruar nga ky donacion do të shërbejë për diagnostifikimin e gjendjes patologjike dhe se ky mjet është mjaft i përsosur. E kemi edhe një aparat, mirë po i posedon 4 sonda. Neve nuk na duhen të 4 si ginekolog, po 2 sondat ajo vaginale dhe abdominale, të cilat më shumë t'i punojmë. Normal po mendojmë që është një aparat i përsosur, i cili kishte me na ndihmuar këtë drejtim. Ndërkaq, sipas kryeshefit të ndihmës së shpejtë, doktor Ali Aliu, kjo aparatur moderne, e cila tashmë është pjesë e ndihmës së shpejtë, i ka munguar emergjencës. Tash e tutje do të jetë në shërbim të qytetarëve. Besoj që kjo aparatur do të jetë në shërbim të qytetarëve dhe jam i bindur që shërbimi jonë do të jetë më i avancuar në këtë drejtim. Sepse këtu kushtet i kemi jo të mira për punë, mirë, po besoj që kjo nuk do të jetë edhe donacioni i parë dhe mendoj që do të ketë edhe donacione tjera të cilat do të avancojë shërbimin tonë. Ndërkaq, pjesa e dytë e këtij donacioni do të arrijë më datë 3 shkurt të këtij viti. Kampioni olimpik Shaban Tërstena qëndroi sot në Preshev ku takua me kryetarin e komunës së Preshevës, Shqiprim Arifi. Kampioni Tërstena kërkon mbështetje nga institucionet për sportin në Preshev. Kampioni olimpik Shaban Tërstena ka qëndruar sot në Preshev, ku ka realizuar një sër takimesh dhe është informuar për pozicionin e sportistëve preshevar. Kampioni Tërstena në takimin që pati me kryetarin e komunës Shqiprim Arifi, kërkoi mbështetje institucionale për sportistët e rinj. Kryetari i komunës pas takimin deklaratën për media, ka potencuar se do të punohet për rregullimin infrastrukturar të terreneve sportive, rregullimin e qendrës sportive në Preshev dhe adoptimin me standarde evropiane edhe të sallave të edukatës fizike. Ndeja që me pasën njerin e parë shqiptar i cili ka fituar në Olimpiadë, cila për neve të gjithë, po në veçanti komplet komin shqiptar në ka ndëruar. Gjithashtu një person i cili me jetën e vetë të cilën ka zhvilluar dhe sakrificën të cilën e ka dhënë, ka treguar se edhe në formë ndryshe mund të kontribuojmë në popullin tonë, nuk është vetëm politika e cila është një mekanizëm për të kontribuar, sidomos sporti është një formë për të kontribuar për popullin tonë dhe për nderin e popullit tonë. Dhe unë du të faleminderoj zoti Shabanin që ka qëndruar sot me neve këtu, në ka nderuar në emrin të popullit të Preshevës, edhe bëj këtë, edhe në emrin tim personal, dhe gjithashtu edhe një person i cili ka kontribuar në tjetër formë, prap ndoshta përmes mekanizmit të politikës, por jo të politikës së zakontë, të cilët ne e njohim, por në një formë shumë të nivelit të lartë, cili ka qenë tani edhe kandidat për deputet në Republikën e Kroacisë, dhe i cili në diasporë, ku unë ndjehem pjesë e kësaj, ka dhënë atë kontributin e vetë për popullin tonë dhe për kombin tonë, dhe për të quar, të avancuar çështjen tonë shqiptare, kombëtare në nivelet më të larta, dhe gjithashtu duhet ta falenderoj që ka prezantuar sot me neve dhe ka qëndruar këtu dhe na keni nderuar dhe unë jam shumë faleminderues. Është një kënaqësi e madhe që për herë të parë unë si një sportist shqiptar vi në këtë komunën e Preshevës, ku jetojnë një pjesë e kombit tim, që është një kënaqësi që diskutuam me kryetarin, sikur po shihni, është një djalosh që për herë të parë
që ka me energji, jashtëzakonisht një energji pozitiv, që ton ta qonë këtë popullatën, ta qonë për para, sidomos diskutuan për sportistat, se në çfarë gjendje janë popullatët e sportistave këtu në Preshev, dhe ka mundësi rinia e kësaj popullatës në Preshev, që mund të arrin sukseset, qëta sukseset që une ku marritën në atë kohën, kur kemi qenë jo në nivelin e duhur, kemi qenë të shtipër, po vullneti edhe forca se cili mundet me arrit suksesin. Kryetarin në njoftoj pak për situatën dhe punën që është duke e bërë. Më kënaqi nga vetë-vetiu që mendimet e tija dhe prosperitetin e shef në të ardhmen e të rive dhe të rinisë. Kampioni olimpik Shaban Tërstena pati takime dhe me drejtuesit e organizatës për kulturë fizike në Preshev, ku sekretari i OKF-s Besim Nasufi i dhuroi një mirënjohje kampionit të mundjes. Ishte kënaqësi e veçantë që sot unë takova kampionin olimpik të mundjes. Për mua ishte një kënaqësi e veçantë, kështu që ne biseduam gjëra gjatë për mundësitë edhe për avancimin e sportit në komunë të Preshevës. Dëshira e kampionit është që të na ndihmojë në çdo aspekt, si ato financiare dhe ashtu edhe në mënyra të tjera. Kështu që unë shpresoj që viteve të ardhshme apo ditët të ardhshme na do të kemi kontakte të njëpasnjëshme për me ardhur deri te një zhvillim i sportit sa më i madh në Preshev. Kjo komunë në lamin sportive ka vështësi jashtëzakonisht të madhe, që me shpresë çdo herë ne jemi një popull që çdo herë me shpresë kemi prit, që shpresoj tash me kryetarin e ri të kësaj komune do të shkojë inshallah në rrugën e përparimit, sadokudo mi plotësu pak disa kushtet sportistave, me në shkollat të mesme, që ta kenë ma lehtë për të arritur këta sukseset që ne dikur kemi arritur. Gjatë paraditës së sotme, kampioni Tërstena ka realizuar takime edhe me drejtorin e radio-televizionit Presheva, Shenur Jahiu, ku realizoi një intervistë ekskluzive për jetën dhe veprimtarinë e tij 20 vjeçare në sportin e mundjes. Ishte një kënaqësi e jashtëzakonshme që i patëm mysafir sot legjendën e sportit shqiptar, zotin Tërstena, si dhe veprimtarin e njohur të çështjes kombëtare, zotrin Sulejmani. Dhe për mu kjo ishte një kënaqësi e jashtëzakonshme. Gjeneratët e reja ndoshta nuk janë mjaft të informuar për rolin e zotit Tërstena në afirmimin e sportit dhe rezultatet e tij impresive që i ka pasur. Unë i takoj asaj gjenerate që edhe pse i vogël, më kujtohet si sot me rezultatet e zotit Tërstena jemi gëzuar me fëmijë me pleq. Dhe atë krenari që sot na jep Majlinda Kelmendi, gjeneratëve tona na ka dhënë shumë më herët zoti Tërstena, përndryshe kampioni olimpik. Gjithashtu më dhuroi edhe një libër që për mua është krenari e jashtëzakonshme të marrë një dhuratë kaq të çmuar nga legjenda Tërstena. Është për herë parë jam këto në televizorin e Preshevës, në mesin e këtij popullatës, dhe ishte një kënaqësi e madhe që sadokudo të informohen me një sportistat shqiptar që në ato kohë, kur kemi qenë së bashku në Jugosllavi, kemi pat suksese, kemi pat punë gjigante, suksese botërore. Në shenjë respekti, kampioni Tërstena librin e tij autobiografik me titullin Shaban Tërstena, rruga e kampionit olimpik, i dhuroi librin në fjalë drejtoreshës Bibliotekës Qytetit, Remzia Rexhepi. Të pari falenderoj kampionin olimpik dhe ndjehemi privilegjuar që jam në mesin tuaj. Së pari ju falenderoj për kohën që ndat për ne, ku ju uroj prapë mirëseardhje dhe jeni të mirëseardhë, domethënë për promovimin e këtij librit, dhe njëherë ju falenderoj shumë dhe jeni prapë të mirëseardhë në Bibliotekën e Qytetit Mehmet Yusufi. Para disa muajve bona një autobiografisë të jetës time për 19 vite, çka dhash kontributin e sportit.
Kjo është një knasi se sa do kudo, do tjetë një libër në bibliotekën për rinien, për sportista edhe gjitha ata që miren me lamit tjetër, të njifin me sportista këta generacionet të ri, se këta të vjetër ma u diskutun këto mrena, janë që kanë përcel sukseset tona, po generacionet e të ardhman mundet në përmjet kësaj librit të jetës time mund të marrin informaciona cakta, se kjo është një histori. Çdo faqe e ka historinë e vet, çdo shifër e ka historinë e vet, çdo fotografi e ka edhe historinë e vet. Do me thonë, kjo është një dhuratë për bibliotekën e këtij qytetit Preshevës. Shaban Tërstena u shpall 2 herë mundësi më i mirë në botë dhe në Evropë, sportisti i shekullit 20, sportisti më i mirë në ish Jugosllavi, 7 herë sportisti më i mirë i Maqedonisë, 10 herë sportisti i qytetit Shkupit dhe fitues i shumë medaljeve të kampionateve evropiane, botërore, mesdhetare dhe ballkanike. Drejtori i Qendrës për Punë Sociale në Presheva, Abdullah Mehmeti, në programin e paraditës së sotme në Radio Televizionin Presheva, ka theksuar se ne si institucion do të mundohemi të ndihmojmë të gjithë qytetarëve nevojtar të komunës sonë, madje do të mundohemi që në këtë institucion social të vëmë rend dhe rregulla ashtu siç ka filluar punët pushteti aktual. Zoti Mehmeti, tani drejtoni një institucion mjaft të rëndësishëm për qytetarët e komunës Preshevës, bëhet fjalë për Qendrën për Punë Sociale. Mund na theksoni se si e gjetët këtë institucion social? Po, nuk do të kisha hinë analizë dhe nuk e kam atë e kam gjetë kështu në rrethana apo në kushte kështu e kështu. Se të njëjtit njerëz kanë mbet, do thotë të njëjtit punëtor, ata që e kanë kryer edhe atëherë dhe tash e kryejnë njëjtën punë, do thotë vetëm udhëheqësi është ndru drejtori. Kështu që gjithë ato mangësi në rast se ka pasën, mendojmë të evitojmë në këtë kohën derisa do të jam unë aty. Normalisht intenca jonë është që të vjet një rend më i mirë dhe qëllimi apo prioriteti të jetë në atë se ndihmët të përfundojnë më aty ku e kanë vendin, apo për ata që janë nevojtar për ato ndihmë. Por ditë aty janë 2 lloje ndihmave sociale. Do thotë një janë ndihma sociale në të holla dhe tjetra janë ndihma sociale nga personi i tretë. I kemi 805 shfrytëzues, do të thotë kanë qenë në muajin dhjetor të vitit qela, shfrytëzues të ndihmave sociale në të holla dhe 168 janë shfrytëzues të ndihmave nga personi i tretë, thonë. Dhe kampi i refugjatëve është një ndër çështjet e cila po na i rrit vëllimin e punës neve. Unë që në fillim thash se intenca nuk është të zvoglojmë numrin e shfrytëzuesve, përkundrazi, po vetëm se intenca është të shkojnë ndihmat aty ku e meritojnë. E dini ju në kuadër të qendrës sociale vepron edhe kjo qëndrimi ditor për fëmijët me aftësitë kufizuare. Do të thotë edhe ajo është një nga brengat apo detyrat e qendrës sociale. Aty kemi për momentin 28 fëmijë që vijojnë qëndrimin ditor, nga ndoshta disa shënime që i kam parë nga 2010, janë identifiku diku rreth 120 në tërë territorin. Kemi në rritje si për kërkesat, po kjo normalisht se është fillimi i punës time. Ju thash që në fillim nuk do të kthena si është punu, po unë du me ndu e rendin tem të punës, rendin
Rendin ashtu si ka fillua me nduki po shtetë aktuale, edhe une këtu me vazhdu. Do të thëmë vetëm shërbime kualitative. Ish presidenti Ibrahim Rugova dhe Lidhja Demokratike e Kosovës kanë qenë kundër opsionit për këmbim territorësh, kështu thot për Tribuna Channel Edita Tahiri, si njëra prej udhëhecëve kryesore të LDK-s në periudhën e okupimit. Ish presidenti Ibrahim Rugova dhe Lidhja Demokratike e Kosovës kanë qenë kundër opsionit për këmbim territorësh, sepse që të dyja territoret janë toka shqiptare. Kështu thot për Tribuna Channel Edita Tahiri, si njëra prej udhëhecëve kryesore të LDK-s në periudhën e okupimit. Edita Tahiri, njërit dhe ministre për dialog, thot se presidenti Rugova dhe Lidhja Demokratike e Kosovës kanë pasur projekte qartë kombëtar dhe shtetëror në kohën e luftës për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, kur LDK ishte një lëvizje gjithpopullore për pavarësi me legjitimitet të plotë dhe me organe udhëheqëse të zgjedhura në mënyrë demokratike. Vazhdojmë me lajme. Deputeti popullor i Parlamentit të Serbisë, Fatmir Hasani, ka theksuar se shpreson që çështja e loginës së Preshevës do të futet si pjesë e dialogut në mes Kosovës dhe Serbisë. Hasani në emisionin Infobox të RTV Dugagjinit ka thënë se treni i nisur nga Beogradi për në Mitrovic ka qenë provokim i palës serbe për arsye se sipas tij nuk ka ardhur si pasojë një marrëveshje ndërshtetërore. Kemi dhënë deklaratë për media në Beograd ku kemi vlerësuar se ky tren është dashur të niset me marrëveshje ndërshtetërore, pa ikona dhe pa transparente, ka theksuar Hasani. Ai më tutje ka thënë se si deputet është më i padishyruari në parlamentin e Serbisë, i cili përbëhet nga gjithsej 250 deputet. Deputeti Hasani ka thënë se ai si deputet do të ngrisë çështjen e bashkimit të luginës së Preshevës me Kosovën, vetëm në rast se sipas tij kjo ide i propozohet nga institucionet e Kosovës dhe Shqipërisë. Në vazhdim ju njohim me zhvillime tjera të ditës nga rajoni. I Peshkvia Kosovës ka bërë prezantimin e mesazhit të Papa Franceskut për vitin 2017. Don Shanzefi, kancelari i Peshkvisë së Kosovës, ka thënë se këtë vit bën gjysmë shekulli që Papa jep mesazhin e paqes. Sipas tij, Papa Francesku në mesazhin e tij bazon se dhuna nuk mund të jetë kurrë një bekim. Ai ka thënë se armët mbajnë rrezik të madh të çnjerëzimit për ata që i përdorin. Jo fitores së dhunshme, jo shtypjes së terreneve me civil. Kjo situatë definohet nga Papa si lufta e tretë botërore. Jo, dhuna nuk duhet të kuptohet si dorëzim. Mos angazhimi, pasiviteti, asnjë religjion nuk mund të jetë terrorist, thuhet në mesazhin e Papa Franceskut për vitin 2017. Publicistja e njohur britanike, njohëse rrethanave në Rusi, Mary Daveski, i tha Radios Evropa e Lirë se zgjedhja e mundshme përmes një marrëveshje mes Perëndimit dhe Rusisë do të ishte njohja e autoritetit rus mbi Krimen si shkëmbim që Rusia ta pranojë pavarësinë e Kosovës. Ajo tha se për Perëndimin që ka vënë sanksione ndaj Rusisë, më produktive do të ishte të shihej se çfarë mund të merret në shkëmbim të pranimit se Krimeja nuk do t'i kthehet Ukrainës. Daveski tha se lidhjet e kamoshme të Rusisë me Serbinë, që janë historike, kulturore dhe emocionale, asnjëherë nuk do të humben. Por ato nuk mund të shihen përgjithmonë në përjashtim të mundësisë së pranimit se Kosova është një shtet i pavarur. Shqipëria është renditur e 83-ta në raportin e Transparency International sa i përket indeksit të perceptimit të korrupsionit. Kryeministri Edi Rama ka komentuar këtë renditje në Facebook duke shkruar se ka ende shumë për të bërë, por faktet janë fakte dhe ky vlerësim nga një burim i pavarur e prestigjioz ndërkombëtar flet qartë për rezultatet e para të reformave tona të thella për të bërë shtet. Në 3 vjet, Shqipëria ka përmirësuar me 33 vende rangimin e saj në indeksin e perceptimit të korrupsionit nga Transparency International. Të shohim se cilat ishin temperaturat e ditës së sotme dhe çfarë parashikojnë meteorologët për ditën e nesërme. Në këtë edicion doqët. Qeveria japoneze dhuron donacion me vlerë prej 8.000 eurove maternitetit dhe ndihmës së shpejtë në Preshev. Kampioni olimpik Shaban Tërstena vizitoi Preshevën.
Do të mundohemi të ndihmojmë qytetarët nevojtar, ka thënë kështu Abdullah Mehmeti, drejtori i Qendrës për Punë Sociale. Dhe ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për këtë edicion të fundit të lajmeve. Faleminderit për vëmendjen tuaj, mirupafshim.